Miq, do të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në New Jersey, për të folur me mikun e emisionit ton, veprimtarin e çështjes shqiptare atje, zotin Satri Kortoçi, për disa çështje që prekin Shqipërinë, Kosovën, por për t'i marrë një mendim edhe për dashurinë e tij të vjetër në Shqipëri. Zoti Kortoçi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje edhe ju. Zoti Kortoçi, pak ditë më parë kishim një lajm të mirë nga Shtetet e Bashkuara, nga Washingtoni, ku 3 kongresmen paraqitën një rezolutë, pra 2 partijake, për avancimin e Kosovës në NATO. Një hap mjaft i rëndësishëm, një shtyrje përpara, aq më tepër në këto kohë të turbullta që po jetojmë në Ballkan dhe në gjithë botën, referuar ngjarjeve gjeopolitike. Edhe pse 5 vende të Bashkimit Evropian nuk e njohin ende Kosovën, megjithatë kjo rezolutë ndoshta për të marrë edhe vëmendjen e Trumpit, disa minuta mund vendoset mbi tryezën e tij dhe siç e kemi parë ne dhe duke shpresuar që edhe këtu mund të jetë i paparashikueshëm dhe ndoshta mund të kemi lajme të mira. Aq më tepër që kjo rezolutë i bashkon të dyja partitë e mëdha Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra gjen një konsensus të gjerë. Çfarë mund të themi diçka më shumë për ata që kanë propozuar, çfarë përmban më tej, si është pritur dhe ndikimi i saj? Kjo është një ngjarje shumë e rëndësishme për ne si komb, në vërtet. Nëse kjo arrihet, do të jenë një sukses, pasi dihet situata në rajonin e Ballkanit, përpjekjet e Serbisë gjithmonë për mos ta njohë Kosovën si shtet i pavarur. Reagimi ka qenë i menjëhershëm si nga palët domon që ne vazhdimisht kena pas konflikte me to, sidomos nga ana e Vučićit. Vučići po bën gjitha përpjekjet që të bëjnë çdo pengesë domon të arrijë që mos ta lejojnë Kosovën të jetë pjesë e NATO-s. Edhe Greqia ka shpreh ato indinjatat e veta ndaj këtij iniciative që kanë marrë disa kongresmen amerikan. Unë besoj që përdesa Amerika është forcë kryesore në NATO dhe ka gjithë atë investimin e madh që bën krahasim me raport me vendet e tjera, besoj që Amerika ka për t'i dhënë një shtytje për hir të situatave konflikte që janë në Ballkanin Perëndimor, sidomos në raport me Rusinë dhe Serbinë. Nëse Kosova do bashkohet, do bëhet pjesë e NATO-s, kjo ka përqenë një siguri shumë e madhe për Kosovën, për Shqipërinë, pasi Shqipëria edhe Kosova bashkë në NATO do të jenë një forcë domon që nuk mundet askush që të ketë pretendime, si më thonë, për ndonjë ndërhyrje ose luftë në Ballkan. Kjo është shpresojmë që Trumpi ta bëjë këtë ndoshta përpara se sa dalë vetë nga NATO. Nuk e besoj që Amerika do dalin nga NATO, pa marrë parasysh se situata konfliktet që janë sot në botë mes luftës, domethënë që sot po zhvillohet në Amerika, tërheqja e opinionit publik, tërheqja vëmendjes që Trump përmes luftës, janë disa arsye dhe arsye të brendshme, ndoshta që ka qenë një veprim ndoshta dhe i pamendur mjaft lufta me Iranin, edhe gjithë botës i ka kushtu. Kështu që ndoshta për hir të gjanave që ndodhen këtu në Amerikë mes Epstein, ndoshta në këtë aspekt na ndihmon sadopak edhe ne thjesht që ta tërheqin vëmendjen nga opinioni i brendshëm dhe njerëzit fokusohen tek opinioni jashtë Amerikës. Kështu që Amerika gjithmonë ka qenë partner, gjithmonë ka ndërmuar, sidomos në aspektin e pavarësisë Kosovës, ka qenë një nga shtetet vendimtare, që Kosova është aty ku është, ka ka fitu pavarësinë. Kështu që besoj që me kohën vazhdim, ndoshta do bën
hapa progres drejt antarësimit të Kosovës në NATO. Në Sadri lobi shqiptar aty si në çfarë gjendje është, se për vendet parë dhe vendet dytë sigurisht që nuk mund të flasim, por ndoshta poshtë treshjes. Lobi shqiptar nuk di si më të thonë që du me të thonë që duke pa krejt situatën politike në Shqipëri, në Kosovë, situatën politike edhe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithçka ka ndryshuar në këto 10-15 vitet e fundit. Nuk është edhe sidomos mas pavarësisë Kosovës, domethënë edhe pjesa elita e kombit shqiptar që kanë qenë ato shqiptar që kanë ardhur në vitet 50-60, ajo tamam diaspora e atëhershme që kanë dhënë kontributin e jashtëzakonshëm ku sot merite e tyre, kisha me thonë, merita kryesore që shteti Kosovës ka pavarësinë dhe është shteti pavar, është merit e diasporës shqiptare, elitës, atyre njerëzve që sot ndoshta janë diku nga 70-80 vjeç. Ndërsa gjeneratat e reja që sot kanë ardhur mas viteve 90. Tashmë kemi numra, po nuk kemi një elitë, po thoni. Numra kemi mjaft, vetëm në një event që u bë të dielën në Bronx, ishte një Albanian Fair, si thonë shqiptar që kanë biznese, muzikë, ishte domthonë një event, një event, si thonë, event i thonë anglisht, po një tubim. Një mbledhje, domthonë kishin dalë njerëzit me secili biznes prezantonte biznes të tij, ushqime shqiptare, njerëz që si punë panajiri, si me thonë, por e bukur është se aty i shifshe njerëzit me fëmijë nga 2 vjeç deri të moshur, domethënë njerëzit takonin një tjetrin, por një komunitet kisha me thonë që thjesht dalin me taku njëri tjetrin, me pas një kohë të mirë, po asgjë, si me thonë, shumë e dobët si komunitet është. Lidhen për një kaos të caktuar, nismë apo diçka. Është sikur thash janë zbej, pasi kur panë që Kosova ndoshta fitoi pavarësinë, nuk them që është mbyll, por nuk ka takime të mirëfillta, njerëz, domthon lider që ose njerëz që bajnë donacione, si me thonë, me taku kongresmen ose senator në raport me Kosovën, në raport me Shqipërinë, domthon me situatën në Shqipëri, se edhe Shqipëri nuk është situata aq domthon është një situatë domthon confused, komplet e ngatruar, domthon ke 30 vite që s'kena një shtet mirëfillt. Sadri, përpara se të vim aty, të lutem dhe diçka me që jemi tek diaspora. Cila nga trevat e ka peshën fixhanit i mungon logoja e Trumpit? Cila nga trevat e ka, nga trojet tona e ka peshën më të madhe, shqiptarëve të Malibzit, Kosovës, Maqedonisë, të Shqipërisë? Nuk e përsaktoj dot në vërtetë se në kohën e luftës ka pas në kohën e luftës pjesa e Malibzi edhe Maqedonisë kanë dhënë një kontribut shumë të madh në krahasim me pjesën e Kosovës, me shqiptarët që kanë qenë të Kosovës. Nga Kosova ke pas disa figura, domthonjë që kanë qenë ndoshta edhe figura vendimtare që përmes lobimit të vazhdueshëm kanë dhënë një sasi të madhe monetare, domthonjë që kanë arrit me bë takime me kongresmen, me senator, që nga Jim Jema, Harry Baraktari, domthonjë më kujtohet një herë që Harry Baraktari vazhdon të jenë akoma. Jimmy tash është në vërtet mosha, nuk është një moshë domthonjë që nuk ka shumë energji për këtë gjëra, por për sa i përket organizimeve edhe lobimeve edhe fondeve që kanë dhënë në kohën e luftës, domthonjë pjesa e Malibzi edhe pjesa e shqiptarëve të Maqedonisë kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm si komunitet.
Ndërsa kur vjen puna ke komuniteti kosovar kanë qenë disa koka, domthonjë që ndoshta kanë luajtur rolin kryesor. Edhe pjesa e komunitetit ndoshta s'ka pas shumë efekt te këto fondet, me mbledh fonde për UÇK-n, me mbledh fonde për armatimin e këto gjëra. Kështu që të tri palësat, si më thonë, përveç pjesës që janë pjesa që kanë ardhur nga Shqipëria, që ka qenë të prezantuar përmes Vatrës, të trija kanë zbe, domethënë kanë zbe atë si më thonë përpjekjet e tyre. Nuk e ka fuqinë që ka pasur. Absolutisht nuk e ka fuqinë që ka pas mosmarrveshje në drejtimin e Vatrës, kanë kohë domethënë që për vulën domethënë. Po për vulën si i thonë ta kosovarët kanë një shprehje, nuk e di a është shqip, lug anej lug knej, domethënë kuptimi fjalës as knej as anej nuk është mirë. Edhe kudo ku ka shqiptar duket fakti ku jena si komp, nuk kena një leadership, gjithmonë mundohem me qenë i pari unë, i pari ti, nuk kena marrveshje mes njëri tjetrit, gjithmonë kena vepruar për thjesht për interesa personale, jo për interesa kombëtare, për interesa që janë favorshëm për mbar kombin shqiptar. Edhe kjo është e keqja jonë se vazhdimisht vazhdojmë me këto insinuata, edhe atë vjen momenti që një pjesa më e madhe shqiptarëve nuk e gjojnë veten atje, thonë tikim jashtë shtetit, njëjta gjë ndodh në Kosovë. Vetëm ti shikosh sa shqiptarët ishin në Bronx, edhe garantoj se ajo pjesa që kanë qenë në Bronx nuk kanë qenë as një çereku i shqiptarëve që janë nëpër shtetet e tjera nga Pennsylvania ose nga New Jersey. Ju atje se sa ne këtej. Edhe fuqinë ekonomike, të gjithë këta njerëz që janë këtu ndoshta kanë më të madhe se sa në Shqipëri, e kanë një sistem ekonomik punon. Por nuk është ajo si më thonë vullneti për të bashku edhe me ndihmue, si më thonë, çështën e Kosovës në raport me antarësimin NATO ose ndryshimet demokratike në Shqipëri. Pasi nuk ka humbë besimi te çdo njeri që ka qenë drejtues në këto vite, për 35 vite në Shqipëri, edhe në Kosovë po ashtu, domethënë unë kam pas shumë shpresë ke populli i Kosovës se mënyra domethënë se si kanë vepruar në kohën e luftës, se si mas luftës me ndërtimin e strukturave shtetërore që nga policia, nga ushtria, nga doganat, kam pas besim nga mediat se kanë për të bërë një shtet ndoshta shumë më solid se sa shteti i Shqipërisë, por si duket atje liderët që drejtojnë partitë kryesore domosdoshmë kanë një vit e gjysmë që nuk arrin me zgjedh një president. E gjuajnë topin sa të njëna palë të tjetra palë, edhe fajsojnë opozitën, fajsojnë partinë pushtet, thjesht, si më thonë, thjesht e bajnë për përfitime partijake ose personale. Nuk mendojnë as pak për popullin që ka e treta herë që shkojnë zgjedhje për një vit. Domethënë kjo është e papranueshme, është shumë e papranueshme kur i ke gjitha të përpjekjet kena pas fatin e madh që Amerika i ka dhënë pavarësinë Kosovës në tavolinë. E na shqiptarët nuk di me majt, është shumë e dhimbshme. Se asi shumë pak shtete kanë pas atë privilegj që me të shliru dikush, domethënë një pushtues që ke me sheku që na përzan nga tokat, edhe me ardhur momenti që me ta dhënë pavarësinë në dorë edhe mos me ditë me majt është shumë e dhimbshme. Zoti Kortoçi, më lejoj që duke qenë se jemi në këtë bisedë, të flasim edhe për një tjetër ngjarje që ka ndodhur atje. Në fakt unë është herë e parë që e trajtoj,
edhe së pari me njihni dhe mua atë që ka ndodhur dhe sigurisht dhe opinionin për një emër, një vajzë shqiptare, Lorna Hajdini në mos gaboj, që ka qenë në qendrat e mediave atje. Në Kosovë ka dhënë më shumë hapësirë dhe është trajtuar më shumë, por ju më folët paraprakisht për këtë histori që ka pushtuar mediat amerikane, po çfarë ka ndodhur konkretisht me të, sepse lidhet në mos gaboj, sikur më thatë ju, edhe me një nga bankat më të rëndësishme, institucionet financiare monetare atje. Unë personalisht nuk e njoh Lorna Hajdin, e pash në fotografi më duket sikur fytyrë pa, sikur diku, ndoshta në për evente e kam pa diku ose në për të evente që kam bërë vetë. Por Lorna Hajdini është 37 vjeçe, nuk e di se origjinën është nga Kosova, nga Shqipëria, nga Malezinë vërtet, por shqiptare. Gjaku jo. Dhe ka pas ka fillu ka 15 vite që punon në Chase Bank. Chase Bank është një nga institucionet më të mëdha financiare në Amerikë. Dhe ka arrit që në vitin 2021 me qenë executive, domethënë me qenë si më thonë drejtuesja kryesore në Chase Bank Manhattan. Para disa dish një punojësis, domethënë një koleg i saj e ka akuzuar se gjoja kjo ka kërku favore seksuale, ka kërku edhe sikur thot ai që më ka dhënë edhe droga thjesht me bë seks. Gjitha këto abuzime domethënë që ai i përshu një kolegu i saj që janë gjitha pretendime. Pretendime sigurisht se derisa të vërtetohen pretendime janë ato, akuza. Me njëherë sa padia ka shku në gjykatën e New Yorkut, domethënë mediat e kanë marrë edhe është bërë, si më thonë, virale, po thush se njerëzit që kanë mediat e të lira, kanalet të tyre YouTube, që kanë influencë me publikun, e kanë trajtu si çështje, edhe lajme lokale, edhe lajmet, domethënë gjitha televizorët e kanë trajtu, pasi e kanë trajtu si fenomen për dy arsye. Duke parë se Chase Bank është institucion i madh financiar, e dyta kjo ka qenë një nga drejtuesit kryesorë, domethënë nuk e di e para ose ka pas rol drejtues aty. Këto domethënë për këto dy arsye janë marrë domethënë edhe pozicioni punës që ka pas ajo, domethënë që njerëzit që kanë pozicione të larta kërkojnë favore domethënë që për hir të punës që ka, për hir të pozitës me nënshtru një punëtor që është me detyrë më e vogël. Domethënë nuk e ka pozicionin e saj dhe sikur mas atyre lajmeve thotë që kjo i ka thënë që nëse ti nuk bën ashtu siç them unë nuk t'jap ato, nuk të rriti me detyrë, nuk ngrej detyrë, edhe nuk t'jap ato bonus se këto bankat kryesore domethënë në bazë të atyre në bazë të, si me thonë, asaj që jep bankës, si me thonë, ose... Pa ka interesim për performancën? Në bazë performancës ti merë dhe bonus, do më në shpërblim, para. Edhe këto njerëzit që janë në drejtim, i caktojnë se ku i me dhonë shpërblim e kështu. Edhe kjo, i ka sikur mas atyre akuzave, i ka thënë që unë nuk t'jap shpërblimin, as nuk ngrej detyrë, po si bone këtë gjana. Nga hetime që sot për sot janë, brenda Chase Bank, nuk kanë rezultu as një të vërteta. Kjo i ka mohu kategorikisht akuzat e këtij, dhe pas ju bën lajm i ditës, domthon kjo u tërhoq, domthon akuza u tërhoq për momentin për korrektim. U tërhoq për korrektim. Në vërtet ajo vazhdon të jetë prap punojëse në bank. Siç duket, banka e ka pasi false information, ose derisa të kthehet prap në gjykatë dhe shqyrtohet, po për momentin ajo vazhdon të jetë punojëse e Chase Bank. Ka pas një reagim publik nga ana e saj për këtë ngjarje? Ajo dhe avokati i saj kanë mohu komplet domethënë allegations, si thonë ato akuzat e këtij. Edhe Chase Bank në bazë të
teksteve që kanë pa mes kësaj edhe këtij kolegu saj ose tjerëve ose përmes emailave nuk kanë gjetë asnjë lloj fakti që këto akuza janë të vërteta. Tash ato vërteton nëse kthehet çështja prapë në gjykatë, ato do vërtetohen se janë të rregullta ose janë fals. Po këto gjëra bëhen se këtu nga që është institucion i lartë financiar, aty njerëzit mendojnë se mundet me kalu e me marrë një sasi parash, me thonë tek Chase ose tek kjo që më mbyll çështja, kështu që njerëzit e provojnë. Si puna e atyre që shkojnë me zonë peshk edhe nganjëherë shkojnë 1 ditë, 2 ditë edhe nuk zonë peshk. Një javë mundet me qenë 1 ditë e hedh grepin pas i gjatë dhe një peshk budalla bie aty. Por këtu gjanat pak a shumë i vërtetojnë nëse ka diçka që në vërtet ai akuzon atë e provën e tij ka për të vërtetuar. Por unë personalisht edhe dje e thash që nuk e besoj që kjo mundet me ndodhë, pasi këtu i ke gjitha opsionet nëse ke nevojë për marrëdhënie seksuale ose ajo pozita e saj që ka qenë, domethënë ka qenë një pozitë që të ardhat e saj janë për $500,000 në vit. Nuk e besoj që një person që edhe mosha e re, edhe pozita që ka, edhe njerëzit që ajo, pse në atë pozitë që ajo ka të bëjnë me njerëz që kanë miliona, edhe ajo merret me financimin e parëve këtyre njerëzve. Nuk e besoj që ka shku te një koleg i saj edhe i ka kërku favore. Unë kështu e mendoj, me logjik. Sa të lutem jep një koment që thash edhe në hyrje për dashurinë tënde të vjetër, Partinë Demokratike, të cilën ju nuk keni rreshtur të mbështeturi, edhe duke qenë andej, pasi vetëm sa kohë kemi ne që kemi biseduar bashkë, keni pritur disa delegacione nga Tirana, atje deputete, kryetar grupi, por si po i shihni ju proceset nga atje për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike, Sali Berisha edhe një herë i vetëm, mund ta themi që tani që papritur zgjedhjet e 23 maj që ai do jetë kryetari dhe për 4 vite të tjera. Fatkesisht me pa nga këtu, kur ke vite në Amerikë dhe shese si funksionon sistemi, akoma në Shqipëri nuk ka ndryshuar asgjë gjë. Me pak fjalë, sa të lutem, më fal se ju ndërhyra. Me një llogaritje të shpejtë, që kur ju keni vajtur Shtetet e Bashkuara, sa president janë ndërruar atje dhe Berisha vazhdon të jetë akoma kryet PD-s? Nuk, presidenti është diçka tjetër, domethënë se zgjidhet nga populli. Sali Berisha ka qenë kryetari i Partisë Demokratike në fillim, iku edhe prap. Kur e shef si grupim politik, në vërtet, Partia Demokratike nuk ka qenë parti, se me thonë, rreshtore, si kur është Partia Socialiste, ka qenë parti që ka lind në vitet 90, domethënë nga një sistem që ka qenë... Po, ta nga krahu tjetër e pranojnë Fabricios, bëjnë zgjedhje se jemi fituese dhe në rregull, po. Por pozita që sot Partia Demokratike është procesi biologjik i doktorit, që është 81 vjeç sot, a ka Partia Demokratike element që mundën me drejtuar, kur e shef kështu duket se jo, por nëse ti nuk i lejon njerëzit me bë gard hapur, atëherë normalisht nuk duket se ka. Një arsye është se në PD sot për sot figurat që mundet me qenë me drejtu Partinë Demokratike ndoshta se kanë atë bagazhin ose se kanë atë si me thonë atë punën që doktori e ka bën Partinë Demokratike, por as doktori kur ka filluar Partinë Demokratike se ka pas një eksperiencë dhe është bën lider, është bën domthon kryetar i shtetit, është bën kryeministër,
kryetari i Partisë Demokratike, domthon ka pas aktivitetet e veta për 35 vite. Kështu që gara e mbyllur është për mendimin tim është mendim komunist, nuk është demokratik. Nëse ti s'ka lidhje nëse Berisha e hedh kandidaturën prap. Është një lloj sikur se shkojmë në një garë vrapimi. Tash e shef një person që ndoshta nuk i ka aftësitë fizike edhe do me hyn garë. Nëse ti nuk e lejon me garu ose ti mendon se nuk del, domthon ti po ja humb shansin, ai mundet me qenë ndoshta duket se çalon, po mundet me qenë edhe më shpejt se sa gjithë tjerët, edhe mundet me fitu. Kështu që nëse ti nuk e lën me garu, atëherë domthon aty ka marru, domthon nuk ka zgjidhje demokratike. Nuk po them për Saljanin, pasi statuti i Partisë Demokratike nuk lejon njerëz që kanë qenë dënuar, atëherë nëse gjykata e themi se gjykata ligji vepron derisa dënua ka bë burg, atëherë i mohohet e drejta. Thjesht edhe nëse ti e pranon Saljanin me atë biografi që ka me shku për kryetar Partisë Demokratike, leje. Nëse ti mendon se nëse elektorati mendon që Saljani mundet me pru Partinë Demokratike, nëse pjesa e demokratëve që votojnë, nëse mendojnë se Saljani mundet me pru partinë, edhe nëse mendon gabim, s'ka lidhje. Duhet i jepet mundësia. Fiton, nuk fiton. Edhe një vot po sikur të marr, kushdo që të jetë, duhet i jepet mundësia. Fakti që Berisha doktori nuk i lën nuk i nxjerr domon si të pa kualifikuar se askush simas kriterëve që doktori ka vu, atëherë askush s'mundet me dalë për kryetar partie, se nuk e ka eksperiencën që ka doktori, nuk e ka domon atë CV-n që ka doktori. Sadri, edhe diçka e lutem, se kjo është temë gjatë, unë dua t'ju marr kohë, po nëse nuk mund të përgjigjeni. Element nga brenda përveç këtyre, për shembull Gazbardi, Belin Këlliçi, Jorita Tabaku, Ilir Ali Mehmeti. Këta përse nuk tentojnë? Kjo është e habeshur. Edhe pse në fund e dinë që ose do pranohen ose do përjashtohen, pa e kanë fjalën që nuk e di se pse këto pjesa tjetër ndoshta që i përmendë ti, por nëse Berisha mendon që ai ka shumicën e demokratëve që votojnë për to, edhe sigurisht që ka mjaft demokratë që akoma admirojnë Berishën, edhe kanë me admiru derisa Berisha të kalojnë në botën tjetër, por me lanë garën e hapun, asgjë e keqes është. Nëse Berisha mendon që ati japin votën, leje edhe tjerë të shkojnë në garë. Edhe këtu e shef domon sa përkraje ke, por më duket sikur Berisha ka frikë. Thjesht nga mosha që ka sot, nga avathana që në kryu, domon ka frikë se nështë dikush ka për dalë edhe ka për të marrë ma shumë votë, se nuk ka asnjë lloj arsye tjetër. Unë nuk shoh asnjë lloj arsye tjetër përveç kësaj. S'ka lidhje se kush në fushat për kryetar të Partisë Demokratike. A do me hidhë 10 veta, si kur shkojnë për president. Ka 10 veta, 12 veta të një partije shkojnë edhe seleksionohen, një, edhe në fund del një. Nuk do me thonë që me qenë një Sali Berisha tjetër, mundë me qenë një ri komplet ndryshe, që sjell një frymë ndryshe, edhe ai ka për të bërë lider, ose po su bërë lider, ka për të dalë dikush tjetër, se kështu është jeta. Kanë qenë sa njerëz përpara, kanë ardhur disa tjerë. Edhe gjithmonë kanë shkuar në progres, në regres. Edhe unë nuk e shoh se ka në një progres në Shqipëri përdesa fushata për këtë Partisë Demokratike nuk është hapur. Nëse unë do hynë garë me ty, për shembull për një të njëjtën pozitë, të dy jena të barabartë, nëse ti ke përkraje më shumë fiton, nëse unë kam përkraje më shumë do fitoj unë. Marrë loja, aty marrë çdo gjë, por sikur se tash të dy kampet, kur i studion nga jashtë, të dy kampet janë një lloj, pak a shumë.
të dyja vetëm ndryshojnë thjesht nga xhaketa. Ose ajo fjala që e kam thonë përpara që një moshuar, një bashkëfshatari, jo bashkëfshatari im, po një nga një fshat komshim doli në 90 tha të ndryshoj sistemi, thash si duket po. Tha edhe ti tha pas ke trunin e lam prej komunizmit. Thash po pse? Tha vetëm ka të përndru xhaketa, tha se janë njëjtit njerëz. Janë të njëjtit njerëz. Unë edhe çdo njeri që rrit në Shqipëri dhe ti na rrit me mentalitet komunist. Është shumë e vështirë domon me ndryshu mentalitetin si rrit. Je brëmos me tipare të një sistemi që ka qenë sistem diktature, sistem bollëzimi, sistem që s'ti ka dhënë merita që ke pas, edhe ajo situatë vazhdon edhe sot në Shqipëri. Pash një video që policia e kishin rraf një të polici, nuk e di që ishin ato me fadroma, kishin rraf një të moshuar në Golem. Domthon aty duket sa barbar është ai popull, edhe moshët e reja se janë rrit në një sistem të egër, sistem të komunist. Edhe mas demokracie domthon nuk ka ndryshuar asgjë. Thjesht e komun du me ta marrë ty, me zart, me forcë, me gjykat. Domthon pranej njerëzit ikin, nuk e gjanë veten. Por ata njerëz janë që bojnë atë sistem atje. Të njëjtit njerëz, domthon, ata njerëz që bojnë atë sistem, po kur vinë këtu, nuk kanë shumë forcë me kundërshtu sistemin, pasi ligji këtu vepron. Po, ndoshta është ajo që ne e vendosim theksin në pjesën e fundit që gjithçka varet nga rregullat e lojës, që aty janë të përcaktuara dhe të drejta, dhe këtu jo. Sadriun, të falenderoj shumë për bisedën dhe çështjen që trajtuam. Shumë faleminderit edhe për ju, një ditë mirë. Gjithashtu